Përshëndetje, sot jemi në sesionin e radhës me një djalë nga Skrapari. Një i ri Skrapari. Kemi Erikun, Erik Hullumbin. Erik, faleminderit që je pjesë e këtij podcasti që Darana ofron për fuqizimin e të rinjve në njësinë 12. Atëherë Erik, po mirë, si ka mundësi tani s'pak shumë tani, si një djalë i ri që je me vizion, praktik, original, do të ngacmojnë çik shumë. Si e keni zaptuar gjithë lagjen ju? Si ka mundësi? Na duket si shtëpia këtu. E kemi zvendësuar Skraparin me fresku se janë të dyja vende malore, vende formale, vende të pastra. Me ajër të pastër, mjedisi. Atëherë lato morin, jo? Po. Okej, Zudajtin. Zudajtin, po e bukur kjo në fakt. Eriku, mirë, më pëlqen kjo gjë që se nuk ka pallat këtu në tek ne që s'ka një Skrapari. Minimumi një, okej, mirë. Atëherë, Erik, duke qenë se do të bëjmë një bisedë të sinqertë, pa ngjyrime, pa paragjykuar dhe gjykuar, si i ri që je në këtë kulturën që ne jetojmë në të përditshmën tonë, diversitetin e përditshëm, si do ta përkufizoje veten tënde? Veten time? Me 3 fjalë. Kush është Eriku në të vërtetë, ta njohin të gjithë Erikun. Okej, me 3 fjalë, e përkufizoj veten sinqert, të drejtë, të origjinal. Autentik, më mirë, në vend të originalitetit. Do thosha autentik. Jetojmë në një shoqëri ku falsifiteti është bërë traditë dhe kemi një nevojë shumë të madhe për originalitet dhe për autenticitet. Dhe në shoh shumë të rëndësishme që të jemi përfaqësues nga shumë i autenticitetit të njeriu. Nga ashtu do doja unë ta përshkruaja veten time. Atëherë, duke qenë se originaliteti është sfidë. Është shumë e madhe. Të jesh original sot përbën një sfidë të jashtëzakonshme. A je i përgatitur? E ke menduar ndonjëherë dështimin e sfidave për shkak të originalitetit që ti përfaqëson? Sigurisht, kur je original, ndërtohen sfida akoma më të tjera, ndërtohet paragjykimi i njerëzve, pranimi i njerëzve, se jo të gjithë e pranojnë originalen, sepse siç thash, falsifiteti dhe kopja është bërë traditë në shoqërinë tonë dhe njerëzit janë mësuar duke pranuar gjithmonë të njëjtat dhe të njëjtat gjëra të njëjtit njerëz. Duke qenë sa më original, krijon një vështirësi akoma më të madhe për veten tënde që të pranohesh dhe të njifesh në të tjerë. Por kjo është pjesë e jetës dhe është pjesë e sfidës dhe duhet marrë parasysh. Okej. E vlerësoj shumë edhe këtë opinion edhe është i duhuri për të rinj të cilët janë origjinale dhe ndjejnë paragjykim. Erik, duke qenë se pjesa e familjes është një gjë shumë e rëndësishme. Në familjen tuaj, jeni tradicional? Mbani më traditat? Apo jeni modernizuar? Si e shikon ti këtë këndvështrimin tënd? Në familjen time tradita është shumë e rëndësishme. Ndjekim traditat, bëjmë festa, vazhdojmë me këto festimet, ritualet, çfarë mund të quhen, që janë tradicionale, si të Skraparit, si të Jugut në përgjithësi. Dhe sidomos për prindërit e mi, sidomos për babin tim, është shumë e rëndësishme tradita. Para pak muajsh patëm fejesën e vllajt tim të madh. Dhe faleminderit. Dhe ishte një insistim shumë i madh nga babi dhe nga mami që të ndiqnim të gjitha traditat e duhura të Jugut dhe të Shqipërisë, me të gjitha hapat e posaçme për fejesën. Më pëlqen fakti që tradita e pas keni e përqafove këtë gjë, këtë kërkesë nga babi edhe nga prindërit. Nga fakti që jam i lindur në një familje të tillë dhe jam rritur në këtë lloj mënyre më ka bërë ta përqafoj shumë patriotizmin shqiptar dhe identitetin shqiptar dhe jam shumë krenar për këtë gjë dhe jam shumë i plotshëm që të vazhdoj edhe unë ta përqafoj traditën tonë.
Është e rrallë të dëgjosh nga një ri që do përqafoj traditat se shumica bestise. Janë ato që na përfaqësojnë. Nëse nuk kemi traditat që na ndajnë nga popujt e tjerë, atëherë i bie të bëhemi të gjithë një lloj. Mami Live, nga një fjalë për secilin. Çfarë të shqetëson? Shqetëson. Me fjalë, Po, një gjë e që kuptoj. ata me rinin tënde Bien ndesh. bien ndesh, pra, nuk e kuptoj, ti e ke për shkak të rinisë, po çfarë të shqetëson? Të them të drejtën, unë jam një person që grindem shpesh me Si familjen e përshtypje. time. Nuk e ja përshtypjen, por që grindem goxha Mhm. shpesh me të shtëpisë time, por që me të vërtet jam shumë falënderues që i kam, sepse i kam patur mbështetje gjatë gjithë jetës. Sidomos mamen. E them seriozisht, me të vërtet mamen e kam patur një mbështetje shumë të madhe. Po flisnim për originalitetin dhe për mua është shumë e rëndësishme dhe janë biseda të panumërta në shtëpinë tonë që bëhen për originalitetin dhe për arritjet e mia dhe për talentet e mia dhe për të ardhmen time dhe sa original do të jem unë në udhën që ndjek. Dhe kam patur një mbështetje të jashtëzakonshme nga të dy prindrit, si me kurajo, po si dhe me ndihma, me mundësi. Mundësi. Po, Është me më rëndësishme, me sakrificat e tyre të kanë krijuar mundësi. Por që mosha krijon të veten. Mosha krijon të veten. Unë kam dy vëllezër më të mëdhenj, cilët janë të dy goxha më të mëdhenj se unë. 13 dhe 15 vite janë më të mëdhenj. Okej. Kështu që kjo ka krijuar të veten. Ata përpiqen që të më kuptojnë që jam duke kaluar një periudhë adoleshencë, që jam pak në pubertet me rininë time. Me ndryshimin e shoqërisë. Me ndryshimet e shoqërisë dhe ndryshimet vetjake që kalon njeriu gjatë adoleshencës. Dhe prindrit, sidomos babi me mamin, të dy prindrit, përpiqen më shumë që ta kuptojnë këtë pjesë. Mami sa herë ndodh një grindje në shtëpi, thotë është adoleshent akoma, mos i bërtisni. Mos i flisni shumë mos të mbani çik në atër, janë të moshës. Po. Të mbani çik në atër, po duket se nga që je i vogli, nga që je i vogli përfiton pak nga hatëri, besoj. Apo jo, e thua se kam. Po është instinktivisht kjo që më të voglin e mbajnë pak me. Megjithatë të mire pas ke relatat se gratë janë fushë plota, me që mami është gruaja e vetme në familje, okay? Që nga fushë plot, kështu që miri pas ke relatat për këtë pjesë. Okej. Për sa i përket aspektit të shoqërisë. Si e shikon e rritu zhvillimin e shoqërisë aktualisht, dëshirat që ka rinia, mundësitë që keni, a ofrojnë ato mundësi në vendin tonë? A je i kënaqur, a je si e i kënaqur? Pra ka diçka e riku për t'i thënë shokëve, shoqeve? Për mendimin tim, sistemi shqiptar është në një minimale. Tani, ku është për mendimin tim? Dhe ka shumë borxhe ndaj rinisë shqiptare. Ka shumë borxhe të pashlyera, sistemi arsimor sidomos. Ka shumë mangësira në sistemin tonë dhe po shkaktojnë që rinia jonë të mos rri këtu. Rinia jonë po largohet, edhe është e vërtet. Ka shumë student mjekësie që direkt sa mbarojnë fakultetin shkojnë direkt në Gjermani për të gjetur një vend pune. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse ndikon edhe në sistemin shëndetësor, pastaj në sistemet e tjera që të arrin një minimale, ashtu siç është sistemi i arsimit. Dhe për mendimin tim, e gjithë faj BNB qeverisjen, tan? E cila ti mendoj që s'është në... Nuk është në nivelin ku duhet të jetë. Rinin nuk e ka në prioritet? Jo, nuk e ka në prioritet rinin, mendimin tim. Në prioritet qeveria jonë ka vetëm veten e vet. Ka vetëm veten e vet? Po, për mendimin tim. Mos e dëgjoni këtë pjesë, unë nuk do të thoja si Eriku, ka veten e vet, por ky është këndvështrimi një të riu, duhet ta pranojmë. Atëherë Erik, e mendoj pjesën që ju ndjeni keq. Jeni ndjerë ndonjëherë që jeni përdorur vetëm për foto? Në të shkuptim. Në kuptimin që rinia sot thjesht është drejt imazhit dhe jo produktivitetit? Po, një pjesë e madhe po.
ka një pjesë të madhe të shoqërisë sonë, të rinisë sonë, që rendet mbas imazhit dhe mbas estetikës, por duke munguar mendësinë. Duan të paraqiten si diçka që nuk janë. Okej, pra nuk është gjithçka çfarë duket në rrjetet sociale dhe në media. Po janë të gjitha, mua më bëhet qefi që ka të rinj që kanë kuptuar këtë gjë, që pavarësisht renditjes dhe trendit të kohës, por e kanë kuptuar që nuk është gjithçka që duket nëpër foto dhe nëpër rrjetet sociale apo në media apo në të gjitha kanalet e komunikimit që ne kemi edhe vazhdon të jetë. Një ndër talentet e tua kush është? Do të dëgjoj shumë për talentet. Mund të them si piktura, si shkrimi janë të dyja, por piktura ka qenë dashuria ime e parë, kështu që më takon të them pikturën. Ata që janë piktorë bën njerëz të fuqishëm. Kam dëgjuar një shprehje që është thënë në shtëpinë time që mami e ka dëgjuar nga një piktor që ka thënë puna e piktorit është punë elite. E drejtë. Dhe unë ashtu mendoj. Ti është piktor është punë elite, pavarësisht nëse ka apo nuk ka para si treg, gjithsesi është punë elite. E kjo është problemi vete, pastaj çështja e ardhurave. Çështja e tregut është një çështje më vete. Është diçka që varet se sa vlerësohet në Shqipëri dhe se sa shikohet kjo arti dhe se sa investohet mbi art, gjë që ne kemi humbur sensin e investimit mbi art edhe mbi artistat edhe në të përgjithshmen e tyre. Sot artist po bëhet dikush që ka mundësi. Kemi bibliotekën kombëtare të Shqipërisë e cila nuk ka fonde. Kemi festivalin e këngës të RTS-s, i cili nuk ka fonde mjaftueshëm. Okej, por do të thoja, po për lagjen tonë ka mundësi ku të rinjt të kalojnë një kohë? Momentalisht, në qendrën bërë. Momentalisht okej, por në të përgjithshmen... Çdo lagje, çdo vend, çdo ambient e ka iniciativën për ta... e ka mundësinë, le të themi më mirë se sa iniciativën për të krijuar një ambient për të rinj, pasi është një filozof Soren Kierkegaard i cili ka thënë individi bën shoqërinë dhe jo shoqëria individin. Nëpërmjet iniciative të ngritura ne mund ta formojmë një ambient sido që të duam ne. Patjetër. Po. Me fjalë, kjo është diçka që ne këtë po kërkojmë të bëjmë. Po. Me zërin tuaj po kërkoj shumë të bëj që të reformojmë dhe të japim kontribut sa më shumë në rinin dhe në shoqërinë tonë pozitiv. Pavarësisht paragjykimeve. Kjo nuk më shqetëson fare. As keq interpretimeve nuk më shqetëson fare. Mua më shqetëson fakti që fëmijët e mi të kenë shoqëri të mirë, të shëndosh, dhe të lexuar dhe të jetë një shoqëri që të përfaqësoj ndryshimin, ta dojë ndryshimin, të japi një kontribut maksimal në të gjithë të vetën e vet, në të gjithë hierarkinë e saj. Do të vazhdojmë pak më tej me ca vlerësime. Okej. Atëherë. E prekëm pak sistemin arsimor se sa po ma the pak më parë. Çfarë note do t'i vendoste Eriku? Njësh me mik. Njësh me mik. Me fjalë as 4 jo. Me fjalë me sistem me vlerësimet nga 1 te 10. Nga 1 te 10, njësh. Njësh. Po pse Erik? Ka shumë mangësire. Ka mangësire të jashtëzakonshme. Ka gabime shkencore në libra. Që sot janë lehtësisht të verifikueshme, sepse është informacioni i hapur në të gjitha rrjetet sociale. Po, është diçka që mund të vëret edhe vetë nga nxënësi, nuk është e nevojshme të thotë mësuesi që ky është një gabim. Vetë nxënësi mund ta shohë këtë gjë. Si për shembull në tekstin ton, në librin ton të filozofisë, të vitit të dytë filozofia 11, ka shumë gabime. Ka thenjet filozofëve që janë nxjerrë komplet jashtë kontekstit. Mos e kanë përkthyer gabimi, kanë përkthyer me çat. Ka përkthime gabimi, përkthejnë me çat, nuk janë profesional në ndërtimin e një teksti. Po. Unë e shoh shpesh këtë, si për shembull dhe në fizik kemi mungesë të disa teorive, të disa ushtrimeve, të disa temave që janë me të vërtetë nevojshme. Këtu më ke prekur në plak. Se në fakt unë kam studiuar fizik. Nuk e di nëse e di këtë gjë edhe
Po e ndaj dhe me tjerët që unë kam studiuar fizik, është universiteti që unë e kam dashur shumë dhe jam përpjekur ta investoj si universitet. Dhe më vjen keq dhe mua vërtet që fizika ka shumë probleme në tekstet e shkollës të gjimnazit. Është matematika, fizika. Në përgjithësi të mos them lëndë konkrete, në përgjithësi të gjitha tekstet janë të një niveli më të ulët se ç'pritet. Okej, është më bëhet qefi që e vlerëson në këtë pjesë, sepse është e vështirë edhe ta shumë pak të rinj e shikojnë tekstin edhe në këtë këndvështrim. Megjithatë informacioni sot është i hapur. Por ekziston edhe fakti që nuk është vetëm teksti ai që e ka dështuar nxënësin, edhe institucionet, të cilat nuk po arrin ta sigurojnë nxënësin ashtu siç duhet. Që t'i japin mundësitë që ai mund të Jo vetëm mundësitë, por edhe konkretisht sigurinë. Sigurinë për këtë pjesë. Sigurinë. Që është një gjë që mungon. Është jo se mungon, por nuk është aty ku duhet të jetë. Mund të jetë, por Mund është të jetë, jo në por nivelin e duhur. Po, nuk është në nivelin e duhur. E qartë. Mendon që shkolla të përgatit për jetën apo thjesht jep një diplomë? Të përgatit, mendoj. Jetojmë në një periudhë ku shumica e rinisë thotë që nuk është e nevojshme diploma, dhe se mund të bëhesh dikush pa diplomë, dhe unë jam shumë pro kësaj. Sigurisht që mund të bëhesh një biznesmen shumë i aftë pa patur diplomë, mund të bëhesh një artist shumë i aftë pa patur diplomë, sepse ke talentin. Por që unë mendoj se shkolla të përgatit shumë. Të jep mundësi. Po, unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për njerëzit që kanë 2 diploma, apo për njerëzit që kanë një doktoraturë, një PhD. Kam një respekt shumë të madh sepse e shikon në këndvështrimin pozitiv. Po e shoh në këndvështrimin pozitiv sepse për mua është shumë fisnike ta dedikosh jetën tënde drejt dijes. Është shumë fisnike. Për sa i përket asaj që na dhëm të gjithëve është sistemi shëndetësor. Po. Nuk ka një shqiptarë, nuk ka njëri që si ka ndodhur mos vet, familjarët vet, fisit, shoqërisë, njerëzve që na rrethojnë, që neve i kemi. Si e vlerëson Erik sistemi shëndetësor aktualisht? Ke besim te shëndetësia shqiptare? Si i ri që je? Tek aftësia e mjekëve kam besim. Ne kemi mjek të mirë. Po, kemi mjek të mirë. Por tek vetë institucioni jo dhe aq. Pra, çedojmë në organizim. Po. Është ideja që sistemi shëndetësor në një shtet demokratik supozohet të jetë falas. E qartë, patjetër. Dhe nëse shkon në urgjencën e Nën Terezës, që është spital shtetëror, këtu pa dhënë të paktën 20.000 lekë nuk ka një infermier që të merr përsipër. Problem shumë i madh. Dhe është e vërtetë. Unë vetë këtë vit kam patur një problem shëndetësor, ku mu desh të operoja, dhe për shkak të urgjencës nuk shkuam dot në shtet, por duam të shkonim në privat dhe të harxhonim një shumë që mund të mos e kishim harxhuar nëse sistemi do ishte do funksiononte. Po. Okej, e kuptoj, unë kam një rast tjetër, po kam rast pozitiv, ndryshe nga ty, në fakt. Po sigurisht ka të raste. Se varet... Çdo gjë është negativ. Varet shumë kush të bie. Po, është e vërtetë. Në rastet e mia, për shembull, kur kam çuar djalin, ka qenë një rast i cili mjekët kanë qenë shumë të përkushtuar. Po. Dhe jam shumë e njohës për këtë gjë. Varet kush të bie në çdo moment, se çdo lloj sistemi ka ato problematikat e veta. A beson te drejtësia shqiptare, Erik? Tani më nxirrni sikur nuk besoj fare te shteti shqiptar. Jo, nuk fare. Ti thuaj edhe besoj dhe s'besoj. Jo, ti ke të drejtën tënde të shprehesh free. Rinia shprehet free, e lirë. Nuk ka fare paragjykime. Besoj deri diku. Te drejtësia. Besoj deri diku tek drejtësia shqiptare. Cili është institucioni që të pëlqen më shumë? Institucioni që më pëlqen më shumë? Gjykata, prokuroria. Apo kjo i riu? Gjykata kushtetuese. Të ka pëlqyer? Më pëlqen. Gjithmonë më ka pëlqyer si institucion. Si institucion është shumë komod si institucion. Pëlqen në vendimet që merr?
Ke lexuar ndonjë vendim të gjykatës? Konkretisht jo. Nuk ke parë. Jemi sinqert jo. Por e ke dëgjuar nëpër media, nëpër. Duhet të kem dëgjuar, por nuk kam një konkretisht që më vjen në mendje tani. E qartë. Po për sa i përket sigurisë, jemi të sigurt me këtu në vendin tonë? Nuk mund të themi që s'jemi të sigurt, E drejt. por edhe që jemi të sigurt nuk mund ta themi me 100% siguri. Nuk e themi dot. Jemi duke kaluar një periudhë ku po humbasin jetën shumë të rinj. Po, që mua më shqetëson shumë fakti që të rinjt sot mbajnë armë të ftohta me vete. Po. Edhe kjo gjë me plek të përditshme. Kjo lidhet edhe me problemin e institucionit parësor të shoqërisë, është familja. Duke humbur vlerat, traditat, dhe në përgjithësi duke patur një mungesë të mësimit familjar, të rinjt largohen nga e mira, largohen tek e keqja. Sokrati ka thënë që nuk ka njerëz të këqij në këtë botë, por ata që bëjnë keq nuk dinë mirë. Ai që bën keq nuk di diferencën e mirës nga e keqja. Dhe kështu mendoj dhe unë, nuk mendoj se ka një njeri që bën të keqe me dashje. Ai që bën të keqe është thjesht dikush që nuk është mësuar të bëjë mirë. Kështu e shoh unë, kjo është pikpamja ime për të gjithë luftën morale sot. Atëherë, duke përqendruar këtu te kjo shprehje, jo vetëm në moshën që je ti e ri, po edhe në aty ku jam dhe unë aktualisht në këtë moshë, që kam kaluar disa sfida dhe kaluare të jetës, është e vërtet që keq bën ai që nuk e di se çfarë do të thotë e mira. E vërtet. Dhe duke qenë se shikojnë dhe ngushtësisht, shikojnë dhe shumë ngushtësisht. Megjithatë unë kam preferuar si individ atij që më bën keq, të mos i kthem asnjëherë keq. Po, edhe kjo është shumë e vërtet. Edhe prap. Por kam zgjedhur ta hesht. Po. Sepse me heshtje kam fituar më shumë pikë. Është vërtet. Me të njëjtën monedhë nuk fiton asnjëherë pikë. Pastaj, kur ka pjesën për të vendosur ose për të thënë një gjë të drejtë, jam përpjek shumë ta përmirësoj dhe nuk e kam bërë. Për sa i përket Erik, pjesës tjetër të cilët është forumet rinore. E shikon Eriku veten të organizuar ose të përfshirë në forume rinore? Forume rinore të shoqërisë civile, forume rinore të partive politike, forume rinore të këndvështrimeve të ndryshme. Për shembull, ne këtu në lagjen tonë po ndërtojmë një forum rinor të pavarur. Që të jemi të lirë të themi gjërat që shkojnë dhe nuk shkojnë. Të kërkojmë llogari për ato që s'bëhen. Kështu që si e mendon veten, ku e shikon të pozicionuar pas disa vitesh? Pas të flas fillimisht për tani, është një gabim i imi, të them të drejtën, që nuk është se jam angazhuar shumë me forumet rinore, por jam totalisht shumë pro forumeve rinore, sepse mendoj se është mënyra më e mirë në cilën mund të angazhohet rinia, të mësoj dhe të hedhi hapa të drejtësisë dhe drejt zhvillimit, kryesisht. Mbas disa vitesh, unë të them të drejtë, nuk jam një njeri vizionar për të ardhmen. Nuk është se e imagjinoj dot se si do shkoj jeta ime mbas 5 vitesh, mbas 10 vitesh. Por për të thënë më të paktën, mendoj se do jem një njeri pak më i angazhuar. Pra, do shkundesh pak nga ajo qetësia dhe do fillosh do angazhohesh. Po, unë në jetën time e jetoj me më shumë nga ana e spontanes. Më pëlqen spontaniteti dhe nuk është se i kam menduar shumë gjëra. Nuk bën plane. Po, nëse më pyesin njerëzit, domethënë nëse më pyesin të shtëpisë, çfarë do të vazhdosh, nuk e kam menduar. Çfarë klase do të zgjedhësh tani që po na afron, as atë se kam menduar. Duke ke menduar se çfarë profesioni do të zgjedhësh të bësh, nuk e ke. Jo, as degën nuk e kam të qartë. Se ke të qartë akoma. Jo, fare. Do të doja shumë, Erik, që në natyrën që keni ju me këtë qetësi që ti jep, besoj se do shumë shpejt ke për ta bërë zgjedhjen e duhur. Dhe spontaniteti ka për të çuar drejt suksesit.
Kështu që merre si armë të fortë. Merre si armë të fortë, se jo çdo kush, dha ne që mund bëjmë plane, apo kushdo që bën plane, jo çdo kush që bën plane është, si ta them, është i ecën si duhet. Kështu që dhe ato kanë dështime i përjeton akoma më keq. Kështu që lëria kohës dhe spontanitetit si të vinë gjërat, por asnjëherë mos devijo dhe kontribo sa më shumë, të jetë e mundur për të mirën e kësaj shoqërie, po dhe për të mirën e familjes që do me këto është të ardhmen. Atëre, për sa i përket Erik, zhvillimit teknologjisë dhe shkrimit, ju jeni një djalë i teknologjisë apo i shkrimit? I shkrimit. I shkrimit në... E them 100% këta, pas një dhe dyshimi. Atëherë, më thuaj pak më tepër në lidhje me shkrimet që ti bën. Shkrimi, okay. Për mua ka lindur nga viti i parë, më shumë ka lindur si një dëshirë shumë e madhe. Në 9 vjeçaren nuk është se e praktikoja shumë, ishte diçka që më ka pëlqyer gjatë gjithë kohës, që i vogël më ka pëlqyer shkrimi dhe librat dhe leximi dhe në përgjithësi letërsia, por që gjatë 9 vjeçares nuk e kam patur shumë mundësinë dhe aftësinë për ta praktikuar. Po në gjimnazin ku jam tani, Luan Hederaga, nëpërmjet të gjithë mësuesve dhe të gjitha lëndëve që praktikojmë dhe një stafi të mrekullueshëm që kemi, dhe një mbështetje të paparë që kam patur nga mësuesit e mi, e kam gjetur mundësinë për ta praktikuar dhe e shoh veten duke u përmirësuar dhe duke rënë çdo ditë më shumë në dashuri me letërsinë. Momentalisht është jam në një udhëtim, le të themi, në një udhë që ka filluar nga shtatori ose nga fundi gushtit, le të themi, në shkrimin e një libri. Është një libër me vargje. Mund të kategorizohet si poemë epike, mund të kategorizohet edhe si dramë. Nuk e kam akoma të ndarë me thikse çfarë do të jetë, në çfarë drejtimi do të jetë. Është diçka e veçantë, është hera e parë që unë bëj diçka të tillë. Ka filluar, siç thash, në shtator. Në tetor neve në shkollën tonë kemi patur një konkurs letërsie ku unë kam marrë pjesë me prologun e veprës, ku kam fituar edhe çmimin e parë. Në shkollën tonë. Faleminderit. Dhe është diçka që dëshiroj me të vërtetë ta vazhdoj dhe kam gjetur mbështetjen e duhur tek njerëzit e duhur, po. Me fjalë, spontaniteti juaj më bëhet shumë qefi që të ka çuar në këtë lloj rrugtimi. Kur do ta kemi në dorë këtë librin? Jam shumë kurioztare. Edhe doja shumë të kisha që kur do t'i kemi në dorë këto vargjet që t'i lexojmë. Nuk ju a them dot me siguri të plot, sepse ka raste kur punoj me vrull dhe mund të shkruaj 2 ose 3 këngë brenda natës. Por ka dhe raste kur e mendoj më ftohtësisht situatën dhe them kjo do shndrohet në veprën e jetës time dhe do rri si Dantja 12 vite me të njëjtin libër. E qartë. Kështu që nuk e them dot me siguri se kur mund të jetë mbaruar. Me thënë të drejtën, unë nga letërsia, mirë kam lexuar libra pafund, por notën, nuk e di, një 6 më duket se kam marrë provim, mos unë e di që do të qeshësh me 6-ën time, po nga praktike, jam realiste në atë që them dhe të vërtet, më duket këtë kam marrë provim në fund, gjë që më kam penalizuar pak, por prap i kam marrë anën pozitive, asnjëherë në jetë nuk i marrë anën negative, asgjë që ndodh. Në shkrimet të ndryshme, pra në lexime të ndryshme, t'i japin mesazhe të pafundme. Po, më patjetër. Libri i fundit që keni lexuar? Momentalisht jam duke lexuar Të huajin e Albert Camus, dhe sapo kam mbaruar pardje leximin e tretë të Netëve të bardha të Dostojevskit. Më japsh një ide për këtë, ndonjë gjë brillante për të rinjt? Kishte diçka për të rinjt në këto 2 librat e fundit? I huaj është një libër teorik, me teori filozofike absurdiste, që thotë se bota është e pakuptimit dhe njeriu duhet të luftojë për të gjetur kuptimin dhe kjo krijon absurdin. Unë mendoj se kjo lidhet shumë me ekzistencën tonë. Mendoj se çdo i ri nuk do ta kërkojë esencën e vetvetes tek bota, por do ta krijojë vetë atë.
duhet të harxoj kohë me veten, duhet të lexoj, duhet të edukohet, duhet të dali në terren, të ketë eksperjenca, të dali me shoqërinë, të krijoj një jetë të mirë, le të themi, për të krijuar një kuptim, për t'i dhënë një kuptim jetës së vet. Shumë e fortë kjo që çdo njeri duhet të Dhe jo vetëm çdo njeri, çdo individ. Okej. Ne në fakt jemi fokusuar tek mosha juaj dhe kemi bërë një zgjedhje target grupi, por shumë e vënd. Atëherë Erik, do doja të thosha diçka tjetër që në lidhje me vazhdimsinë e shkrimit, gjukon se sot ka shumë pak persona që merren me këtë? Që merren me shkrimin, Me shkrimin. apo që lexojnë? Që lexojnë, unë nuk e di nëse ka shumë pak fare. Ju dëgjoj ju dhe kënaqem shumë sepse është shumë, por që i japin vëmendje shkrimit. Që lexojnë mund të themi që ka, se nëse nuk do kishte njerëz që lexojnë, atëherë nuk do të kishim libra bestseller që dalin javë për javë, muaj për muaj. Këtu më sfidove. Okej, super. Por që shkrimtar, tani të jemi të sinqert, mund të ketë shkrimtar të një niveli amator, diletant, por që të kemi shkrimtar të një niveli të lartë janë të pakët. Janë të pakët. Nuk e kemi humbur atë esencën e njerëzve si Kafka, apo si Camusja, apo si Goethe, apo si Hugoja, që godisnin dhe provokonin me idetë e tyre. Victor Hugoja ka filluar revolucion, Virginia Woolf ka qenë ndër shkrimtarët e para që ka filluar lëvizjen feministe dhe ka vdekur për atë arsye. Nuk ekzistojnë më shkrimtarë. Okej. Atëherë, Erik, biseda me ju sot ka qenë një bisedë e veçantë, e vlerësoj shumë. Faleminderit që ishe pjesë dhe unë të uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj dhe shpresojmë që pas disa vitesh kur ta ridëgjojmë këtë regjistrim, të gjesh disa pika kryesore edhe të shërbej ky podcast si një piknisje pozitive e rrugtimit tuaj. Suksese. Faleminderit shumë.